Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe më pas me zëra qytetarësh kemi mundësinë të sjellim këtu dhe të ndajmë me publikun gjithçka që gjykojmë të rëndësishme nga realitetet tona të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt nga rrugët e Tiranës tek OKB-ja në New York. Shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës. Jemi 7 milion kundër politikës së vjetër. Media franceze Le Temps, Rama shpenzoi 4.2 milion euro për Kanye West, por nuk arriti të shuaj zëmrimin e shqiptarëve. Revolucioni flamingove vetëm sapo rritet. Dua Lipa kritikon Ramën në podcastin me Lea Ypin, shqetësuese që qeveria nuk pyet qytetarët. Ditmir Bushati godet Ramën, pse i jepen miliona euro një artisti privat kur vendi ka probleme. Agron Gjekmarkaj ironizon Ramën, dorëzo Çelsat, nga New York Times te Le Monde e bën helaq. Steve Hanke reagon për projektin e Zvarnecit. Në Shqipëri, korrupsioni vjen me territorin. Ish-ministra gjermane e mjedisit, Lemke, shumë mirë që protestoni, solidaritet me mbrojtësit e natyrës. Media italiane 24+. Protestat në Tiranë, Beograd dhe Sarajevo po krijojnë pranverën e re ballkanike. Media gjermane, Rama përballet me revoltën e gjeneratës së Z, akuza për klientelizëm dhe komercializim të natyrës. Le Parisien gre alarmin, Evropa i mbylli dyert, Rama i jep fond të majm këngëtarit kontrovers. Arben Malaj sfidon Ramën, Shqipëria mori fam nga flamingot, jo nga një këngëtar urrejtje nxitës. Ben Andoni, qytetarët kanë mlef kundër klasës politike, mazhoranca ka kaluar limitet. Irena Beqiraj, çfarë duan sorrat dhe korbat që nuk mund ta ofrojnë grabitqarët socialist. Rama jep dorëheqjen, të rinj në Eagle Stadium, thirrje kundër qeverisë në koncertin e Kanye West, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Kalojmë tani te gazeta Telegraf. Kriza e besimit ndaj politikës klienteliste, sfida më e madhe e kombit dhe debatit publik. Forum në Telegraf me inxhinier Nako Petro, Alfred Asimaj dhe Vladimir Marku. Interesi kombëtar kërkon institucione të forta, vendimmarrje të përgjegjshme dhe një debat publik të qytetëruar. Shëndetësia, arsimi, zhvillimi ekonomik dhe mbi të gjitha popullimi janë tregues të qartë se për shumë vite politika ka menduar për vete dhe jo për popullin. Sfida më serioze është kriza e besimit në çdo sektor të jetës së vendit, për shkak të korrupsionit, nepotizmit, patronazhizmeve, në vlerësimit të aftësive dhe meritave. Ndaj dhe protesta qytetare janë një nga format më legjitime të demokracisë për të shprehur pakënaqësinë, për të kërkuar transparencë, drejtësi dhe zgjidhje për probleme që prekin jetën e përditshme. Ish-presidenti Alfred Mojsiu, qendresa e Skënderbeut dhe lufta antifashiste nacional shërimtare epopej lavdije. Qendresa heroike e Skënderbeut dhe lufta antifashiste nacional shërimtare janë epopet më të lavdishme të kombit shqiptar. Krijimi i ushtrisë nga Ismail Qemali, korriku i shtabit të përgjithshëm, komandanti i luftës antifashiste nacional shërimtare, Quisling-ët, shkatrimi i ushtrisë, NATO dhe respekti për heronjt dhe figurat e kombit. Nga Cafo Boga, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vjen opinioni pse komunitetet më të suksesshme e ruajnë trashëgimin dhe jo e zëvendësojnë. Nga profesor Dr. Qemal Lame, Evropa dhe pastrimi i parave. Kryeministri Rama, Partia Socialiste ka misionin historik drejt Bashkimit Evropian, po mbledhim shqetësimet e protestuesve për të reflektuar mbi mangësitë dhe boshllëqet. Pasuritë publike, kromi, hidrocentralet dhe nafta mund të ishin një avantazh kombëtar, nëse nuk do i jepeshin koncesionarëve si bankers. Zinxhiri i grabitës Vizeir, kompania Vizeir në rrethin e kuq të abuzimeve. Parlamenti Evropian miraton rregulla të reja kompensimi për fluturimet. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës. Historia nuk është privilegj, por e drejtë. Historia kombëtare shqiptare në shkollat e Malit të Zi mbetet një provë pa përfunduar e demokracisë dhe e përgjegjësisë politike shqiptare.
Arsimi i brezave të rinj të shqiptarëve në Maltëzi duhet të përfshijë patjetër edhe të drejtën për të mësuar historinë kombëtare të shqiptarëve në mënyrë të plotë, të balancuar dhe shkencore. Një gjë e tillë nuk cënon dhe nuk kërcënon askënd. Sociale, vota me zift, bashkisë zgjidhin qesën para zgjedhjeve lokale. Në 3 muaj hedhi 100 milion euro për asfalt elektoral. Shqipëria me 113.000 nxënës më pak dhe qindra shkolla të mbyllura. Pensioni që nuk del, 87% të moshuarve drejt varfërisë ekstreme. Mjeku në familje, sklerozë shumëfisht, ja trajtimi dhe shenjat, kura bimore për prostatën, pankreasin, veshkat dhe dhimbjen e kokës. Ja si të shfrytëzoni plazhin për tiroidët, reumatizmën, frakturat dhe muskujt. Mozaik dhe aktualitet, Xhelal Mziu, qeveria shton taksën e pronës, pritet të rritet deri në 300%. Fatmir Vejsiu, një kleçk më shumë në procesin e maturës shtetërore. Mbahet protesta e 43 qytetare. Kemi dalë për fëmijët, duam t'i rrisim në Shqipëri. Krimi na ka rrethuar. Tonin Mirakaj, Imzot Rok Mirdita, personalitet i shquar i kishës katolike, vizionar perfekt, janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita, iluzioni cinik i paras pa erë, analizë dhe histori. Teza se çdo gjë që gjeneron para është e mirë për ekonominë, po përdoret gjithnjë më shpesh për të arsyetuar modelin e mbrapsht ku po zhytemi. Ky është i keq kuptim total i kapitalizmit modern funksional. Ekziston një rrymë analfabetizmi ekonomik, që po tenton të na shes krimin e organizuar, pastrimin e parave dhe drogën si karburant për rritjen ekonomike. Ky nuk është pragmatizëm, është vetë shkatrim afatgjat që prodhon vetëm pabarazi ekstreme. Deklaratat fasad të partive të vjetra. Pas imazhit të ri të Partisë Demokratike dalin lidhje dhe hije të rënda familjare që lidhen përsëri me krimin. Një fakt që dëshmon se klasa e vjetër politike vazhdon të vuajë nga i njëjta sindrom, kriminalizim. Kriminalizimi, thithja, tolerimi personave me të kaluar problematike në rrethin e ndikimit dhe financimit, i njëjti problemi i rënd është bërë masiv edhe në administratë dhe në strukturat e Partisë Socialiste. Lindja një modeli të ri, mobilizimi politik, përballë sindromës së Sazanit dhe Gazës. Analiza e profesorit amerikan Harold James për lëvizjen e re në Hungari dhe revoltën në Shqipëri. Historiani i njohur zbërthen paradoksin e një epoke, ku popujt po ngrihen njëkohësisht kundër autokratëve vendas dhe investimeve të huaja pa shije. 20 vjetori, komunikimi i fundit në helikopterin ku vdiq Gramos Pashko, i biri, mjeku dhe 3 ushtarak të lartë. I shefi gatishmërisë së gardës sjell një dëshmi nga misteri tragjik i natës së 16 korrikut 2006. Reagimi i artistes, edhe Dua Lipa kundër planeve për Zvërnecin. Arrogancë me publikën, cinizmi me 5 yje dhe një koncert privat. Korrupsioni, rasti Gruevskit dhe drejtësia, konfiskohen pasuri. Kur renditemi me financimin e arsimit, vendi 137, histori, pse dështojtësia në rrëzimin e Enver Hoxhës. Historiani britanik rrëzon mitin e Kim Philby. Një studim i ri i politologut Stephen Long rrëzon versionin e historisë sipas të cilit ishte agent i famshëm i dyfisht që sinjalizonte për diversantët. Rubrika e shëndetit veçon titull të miti i gjakut të ëmbël rrëzohet. Çfarë i shtyn vërtet mushkonjat drejt nesh? Pse dikush mund të kalojë mbrëmje të tëra pas një pickim, kurse të tjerë mbushen me shenja të kuqe dhe kruajtje. Janë titull që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave që në studion ton kanë mbritur në versionin online. Fillojmë me gazetën Epoka e Re që del në Prishtinë. Në faqen e parë sjell titujt Nisardhja e mërgjimtarëve, kolona të gjata në pikat kufitare të Serbisë me Kroacinë dhe Hungarinë. Ramadani, aleanca e vetme që ka ofruar platformë për shmangjen e blokadës. Parlamenti Evropian, Serbia nuk mund të ecë drejt Bashkimit Evropian pa marrëveshje me Kosovën.
Këto janë gjysmëfinalet e botrorit, ja datat dhe oraret e ndeshjeve. Kalojmë tani te gazeta Tema. Pas Kanye West, 15.000 veta koncert në Zvërnec. Rama jep pamjet. Krushqit e Saliut, Taulant Balla ironizon protestuesit para kryeministrisë. Sa e ndihmon ekonominë suksesi i koncertit në Kashar. Flamingot kundër zogut të Parajsës. Pse liderët e protestës paralajmërojnë burg sipas ligjit të sufllaqes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë samit botëror kundër terrorizmit të kuq. Ja kush është Antifa, nga e cila Trump ka kaq shumë frikë. Rama, po e dëgjojmë shqetësimet e protestuesve paqësor. Nuk paragjykoj ata që duan shtet më të drejtë në tërsinë e tij. Premtimi thyer i viteve 90. Historiani e Don Qesari. Shqipëria nuk është imune ndaj së djathës ekstreme. 4 milion euro ishin një investim. Rama, nuk do të dilin nga arka e shtetit pa kërcënimet, bullizimin dhe sulmin dhe koncertit. Protesta nga arkivolit e intimidimi zyrtarve. Gazetari Ahmeti. Spontaniteti është mit. Protesta ndjek një manual të vjetër. Lista e Fatos Lubonjës bën thirrje për review kundër bizneseve. Identifikohen disa nga rekomanduesit e mira reviewve false kundër biznesit. Kreu i operatorëve turistik ju tregoi pse ishte dobisjellës mbështetja e qeverisë për koncertin. Sulm biznesit online, rrjetet sociale si gjyqe publike. Ndryshojnë planet për Armando Brojon, trajneri merr vendimin e papritur për sulmuesin e kombëtares. Nuk mjafton lufta në Iran. Super El Niño mund të shkaktojë rritje të çmimeve të ushqimeve. Si e ktheu Putin Japoninë në një strofull spionësh. Ngjarjet kriminale në vend, ish prokurori, drejtësia e vonuar po ushqen mungesën e besimit. Folësit e protestës na quajnë sorra dhe korba, por harrojnë që jemi bijtë e shqiponjave. Si u bë historia e Moldavës SQ simbolit të gjithë viktimave të trafikimit me qenie njerëzore në mal të zi. Tensionet në lindjen e mesme vijojnë të rriten. Shtetet e Bashkuara kryen sulme të reja në ngushticën e Hormuzit. 101.000 ton qumësh në 2025. Rritet prodhimi nga lopët në Shqipëri, por të kurren fermat e deleve. Kur zemrat në Instagram përfundojnë në dyert e gjykatave. Editoriali shkruar nga Mero Basën mban titullin Shumica e heshtur që u zgjua nga këshilltarët e protestës. Antena brenda familjes. Muli analizon dështimin e sulmit në koncertin e Kanye West. Kalojmë tani tek gazeta Standard. Red Cloud, kompania lidhur me Arbor Velia i mori 4.3 milion euro për biletat e Kanye West. Qeveria ligj për të sjellë 30 milion euro bitcoin të krimit nga Belgjika. Do të administrohen nga Spaku. Le Monde, vendi më i vjetër në Europë, 4 milion euro për koncertin e Kanye West. Nga event privat në 4 milion euro publike, si gënjeu Rama për koncertin e Kanye West. I këndoi Hoxha në vesh, i këndoi dhe Kanye West. Protesta 43, pankartat pikante. Ke babzi kriminale, mala e Ramës, jeton në kopshtin e Edenit si faraonët. 4 milion euro për koncertin e Kanye West, Bardhi, do kallëzojmë në Spak Ramën. Pse ngjalli frikë fushata kundër oligarkëve të Ramës, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Standard. Kalojmë tani te gazeta Koha Jon, në faqen e parë titujt, apo e zëvendëson protesta qytetare e opozitën, koha për një pol të tretë. Polemika pas fitores, Tuchel kritikon Anglin, Bellingham mbron shokët e skuadrës. A ka ardhur koha që Edi Rama të mbështetet e senatorët e Partisë Socialiste? Gjysmëfinalet e botrorit, Francë-Spanjë dhe Angli-Argentinë. Parashikimi, në finale Angli-Argentinë, fiton Harry Kane. Live nga Kansas City, Argentina-Zvicra, çerek-finalja e fundit. Fituesi do të përballet me Anglinë. Rama publikon pamje spektakolare nga koncerti Kanye West në Tiranë. Kalojmë tani tek gazeta Koha që del në Prishtinë, Beshlin. Doktrina e Vučićit bazohet në sovranitetin e kufizuar të shteteve fqinje. Antarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian po e nervozon regjimin e Vučićit.
Rusia nuk do të ketë fuqi të merret me Ballkanin në dekadat e ardhshme. Nga Bardrugova botohet opinioni me titull "Çka po zgjedhim të studiojmë". Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës u bën thirrje qytetarëve që të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Parlamenti Evropian përsërit kërkesën ndaj Serbisë, duhet normalizuar marrëdhëniet me Kosovën. Analistët shohin në rritje të interesimit të lidhjes demokratike të Kosovës për koalicion. Ndrim rolesh, Spitali për Izraelit furnizon Spitalin e Kosovës me stenta. Në 24 raste, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore lëshoi fletëzotime pa u përmbushur kriteret. Kontingjenti i dytë i forcave të sigurisë së Kosovës i bashkohet misionit paqëruajtës në Gaza, janë tituj që vijnë në faqen kryesore të gazetës Koha. Kalojmë tani në gazetën Lajm, nuk ka zjarre aktive në territorin e shtetit. Bëhet fjalë për në Maqedoninë e Veriut. Gjykata kushtetuese nuk është relevante se çfarë emra mbajmë rrugët. E rëndësishme është nëse vendimet janë sjellë ligjërisht. Gjatë 24 orëve janë privuar nga liria 22 shofer për drejtim të pakujdesshëm të automjeteve. Kuzeska, VMRO ka frikë se vendi bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Besimi në gjyqësor mbetet i ulët në Maqedoni, janë tituj që veçuam mëngjesin e sotme nga gazeta Lajm, që deli gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Gazeta Mapo, dita e 43 e protestës u mbyll me marshimin masiv në Tiranë dhe thirrje kundër qeverisë. Rama publikon pamjet nga Sundance Festival, 15.000 pjesëmarrës dhe 4 ditë muzikë në Zvërnec. Partia Demokratike vijon bojkotin e kuvendit. Demokratët nuk do të marrin pjesë as në seancën plenare të SHN-s. Krushit e Saliut, Taulant Balla ironizon protestuesit. Flamingot nuk e durojnë lumin. 73 vjeçari nga Durrësi shpërthen në protestë. Rama ik, Belinda ik, Sora dhe Korba janë në kryeministri. Shqipëria mbyll kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Rama në krye të delegacionit në Bruksel. Dritat e koncertit zgjasin pak. Bushati, protestat treguan shpirtin e shoqërisë shqiptare. Dita e 43 e protestës mbyllet me marshimin masiv në Tiranë dhe thirrje kundër qeverisë. Ja si do të llogaritet fatura e re për taksën e pronës dhe çfarë lehtësisht do të ketë për shtëpitë e para. Do të paguajmë për vdekjen e Khameneit. Gazeta iraniane publikon listën e hakmarrjes. Në shenjestër Trump, Netanyahu dhe liderët europian. Klonoi pasaportën britanike. Shqiptari pranon të ekstradohet. Akuzohet për trafik e migrantësh. E frikshme, 1 në 3 nxënës është zhdukur nga bankat e shkollës. Gjimnazet përgjysmohen në vetëm 10 vite. Rama përgjigjet kritikëve të koncertit të Kanye West. Shqipëria fitoi vëmendjen e gjithë botës. Vërtetuesi plazhi shpëton 67 vjeçarin në Velipoj. E nxori nga deti pa puls dhe pa frymëmarrje. Editoriali i shkruar nga Prezoge me titullin Rinia në misionin e saj. Arrestimet e SPAK po zhvillojnë turizmin. Ylli Manjani polemik me Blendi Fevzion. Nga Ornella Çuçi, Shqipërisë nuk i mungon një parti e re, i mungon një ide e re. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Mapo. Gazeta Shqiptarja.com në rubrikën e saj minut pas minute, diploma nuk mjafton. Mbi 17.000 të papunë me arsim të lartë. I riu nga Vlora me specializime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Itali. Ankesë për te kryeministri prej burokracive në punësim. Mbeti viktime një atentati në Vorë. Report TV siguron foton e 50 vjeçarit të ekzekutuar në derë të shtëpisë. Sulmet e ndërsjellta. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara apel Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Tregoni për mbajtje maksimale, rinisni negociatat. Zelenski organizon qeverinë e Ukrainës. Kryeministra jep dorëheqjen pas një viti në detyrë. Tel Avivi, negociatat Izrael-Liban do të mbahen në Rom më 14 dhe 15 korrik. Kalojmë tani te gazeta Shqip. Në qendër të saj është një foto, ky është Edmond Sula, 50 vjeçari i cili u qellua me armë zjarri teksa po hynte në shtëpi. Policia po verifikon me përparësi konfliktet e mundshme që mund të ketë lindur nga veprimtaria e tij. Raman Burg, Berishan Burg. Mbyllen fjalimet para kryeministrisë. Protestuesit nisin marshimin. Sherrit e Syri Kaltër.
Arrestohet 43 vjeçari pasi goditi me sende të forta administratorin e biznesit. Procedohen 3 persona. Jo vetëm lufta në Iran, Super El Niño mund të shkaktoj rritje të çmimeve të ushqimeve deri në vitin 2028. 101.000 ton qumësh në 2025. Rritet prodhimi nga lopët në Shqipëri, për të kurën fermat e deleve dhe të dhive. Alarm për bombë pranë sinagogës hebreje. Evakuohen urgjentisht 300 persona. Nga Trump tek Meloni, në Iran publikohet lista e hakmarrjes, ja emrat e përfshirë. Kalojmë tani tek agjencia e lajmeve NOA. Partia Demokratike bojkoton edhe seancën plenare të së hënës, kërkon plotësimin e kërkesave të protestuesve. Poshtë patronazhistët. Protesta e 43 në Tiranë, qytetarët marshojnë drejt kryeministrisë me thirrje për dorëheqjen e qeverisë. Kur klienti të nxjerr karton të kuq, është një opinion nga Lutfi Dervishi. Shqipëria në Bruksel për konferencën ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Rama kryeson delegacionin për mbylljen e 3 kapitujve negociues. U mbajt dje protesta e 43, kërkua dorëheqja e Ramës. Kontrolle në plazhe në Lezhë pas ankesave për çmimet e shezlongëve. Bizneset u kthejnë pushuese diferencat e paguara. Rama për koncertin e Kanye West në Tiranë. Shqipëria organizoi një ngjarje që u bë lajm në mbar botën. Objekt me 8 cepa dhe një mjet i heshtur pranë bazës bërthamore amerikane. Publikohen dokumente të reja për UFO-t. Izrael saktohet data e zgjedhjeve. Votimet shihen si referendum për Netanyahu. Janë shkrimet që veçuam mëngjesin e sotëm nga agjencia e lajmeve NOA. Kalojmë tani tek Gazeta Bulevard, mashtrimi me të ardhurat nga koncertit i Kanye West. Për një republik të katërt të re. Rilindja urbane 2, fasade re, modeli vjetër. Kanye West dhe momenti kur protesta thyen monopolin e narrativës. Vazhdojmë të shfletojmë Gazetën Bulevard. Ka për 4.2 milion euro për West, mala e Ramës. Shqipëria përballet me varfëri. Qeveria shpenzon miliona për spektakle. Edi Rama dorëzohet përballë komenteve në mas. Izolon profilin e tij në rrjetet sociale nga kritikat e qytetarëve. Edi Rama jep leksion zhvillimi. Problemi nuk është koncerti, por qytetarët që nuk e kuptojnë ekonominë. Modeli vjetruar dhe i dështuar i qeverisjes. Koncerti, ish-ministri Bushati. Pse i jepen miliona euro një artisti? Produktet e gjelbra pa etiket. Shqipëria ndej pa sistem funksional certifikimi. Më shumë anije, por më pak peshk. Instat publikon shifrat për vitin 2025. Kalojmë tani tek Durrës lajm. Teuta barazon me lokomotivën e Sofjes në miqësore. Prezantimi special i Sherif Kallakut të Teuta. Kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës denoncon problematikat e rrugës Azem Ajdari. Linja Durrës-Rogozhin. Hekuroda shqiptare nis konsultimet për rehabilitimin dhe elektrifikimin. Flakët përfshin një godinë në Durrës, u shoqërua një person, banori, zjarri u vu qëllimisht. Kalojmë tani tek disa lajme sportive përmes rubrikës lajme të fundit të gazetës Panorama Sport. Transferimi gjatë verës i futbollistit të Kombëtarës, shpjegohet presidenti. Nuk mund t'i ofronim kontratë 3 vjeçare. I dha lamtomirën Interit, Jan Zomer i çudit të gjithë me vendimin për të ardhmen e tij. Gabimi me Haaland i bëhet makth. Sulmuesi merr kërcënime me vdekje pas eliminimit. Te Shqipëria e aktivizonte me pikatore. Silvinho, Muçi është lojtar i nivelit të Premier Ligës, më ndihmoi Guardiola. Janë lajmet e fundit që vijnë përmes gazetës Panorama Sport. Kalojmë tani tek gazetat periodike kulturore. Filloj me Gazetën Nacional, në faqen e parë të saj, titujt 2 poetë të mëdhenj të racës pellazgë shqiptare të antikitetit. Poetat homerike kuptohen vetëm nëpërmjet gjuhës shqipe, shkruan profesor Luftulla Peza dhe Liliana Peza. Dialog për letërsinë, historinë dhe fatin e demokracisë shqiptare. Besnik Mustafaj, midis krimeve dhe mirazheve, ishte libri që më mësoi lirinë dhe më paralajmëroi për deformimet e demokracisë. Është një intervistë dhënë botuesit Muj Buçpapaj.
Editoriali i shkruar nga profesor Dr. Xhelal Zejneli mban titullin Oportunizmi i inteligjencës shqiptare. Nga Bajame Hoxha Çeliku, nga prangat e diktaturës në prangat e korrupsionit. Nga Flamur Buçpapa, i shpopullimi i Tropojës nis nga mungesa e institucioneve. Nga Francesca Galelo, sytë në zguzim për të vështruar dhimbjen në humnerat e trishta. Nga Elida Buçpape dhe Skënder Buçpape, botohet shkrimi fjala gjermane që lindi në Zyri për të pushtuar botën. Refleksione mbi Ilirët, vepra më e re e studiuesit profesor Luan Përzhitës, arkeologji dhe trashëgimi, një kontribut i ri për studimet ilire. Jacques Marion, ajo që më bën përshtypje të shqiptarët është solidariteti i tyre. Intervistë me presidentin e Federatës Universale të Paqes, intervistë dhe me gazetarin Mentor Hoxha. Poezi nga Maja Angelu vinë në përkthimin e Gjek Marinajt. Poezi nga Dritor Agolli botohen me titullin Epitaf për veten time. Nga Kadrush Rodogoshi botohen poezit Njeriu që e vrau pas lufta. Troja, poezi nga Tomislav Bilosnic, Kroaci. Çaste të trishta, tregim nga Brahim Mavdyli. Proza e flutura ashkës vjen me një kritik nga Dimitër Pojanaku. Nga Elisa Velej botohet shkrimi Poezia Jorida Satkës. Autor dhe vepra, Enciklopedia e gjallë e shkrimtarëve shqiptaro-amerikan, një shkrim nga profesor Dr. Flori Bruqi. Nga Elizabeth Esguera Castillo vjen në njoftimi botohet për mbledhja ndërkombëtare poetike Verses of Meraki, publikon botimin e dytë ndërkombëtar. Kalojmë tani tek gazeta Ex Libris. Michele Greco da Vallona, i rikthehet kombit shqiptar. Është një shkrim nga Marcela Rustemaj. Nga profesori asociuar Dr. Ermir Hoxha, Michele da Vallona, protagonisti i rilindjes adriatike mes Shqipërisë dhe Italisë. Nga Yzedin Hima botohet meditim mbi një tekst poetik të Ervin Hatibit. Festa e bukur e librit shqip në Preshev. Synojmë ta kthejmë në traditë. Shkruan Ardita Sinani, kryetare e komunës së Preshevës. Çmim special i panairit romanit Brenga të Pashkot Samajt. Autori çmimin ja kushtoi herojt real të romanit Tonin Mirakajt. U nderuan me çmimin e karrierës shkrimtarët Yljeta Liçkaj dhe Namik Dokle. Vrasësi i Pushkinit, fakte tronditëse për të cilat tekste shkollore heshtin. Çfarë mbetet nga romani Emri i Trëndafilit? Nga Dorata Xoza botohet shkrimi Fundviti i studimeve në Beograd dhe afrimi me Jakovin. Nga Sidita Dano Hoxhiq, përkthimi Karel Lewis, Mjalti hidhur. Shënime mbi librat, sjell vështrimin mbi librat nga Ylli Pepo, vështrimi mbi librin Dal në portë e hyn në dritë i Martin Cukallës. Ky vështrim botohet me titullin Legjendat e Butrintit në një vëllim poetik. Nga Fatbarda Mursi, Bota femërore në një vëllim me tregime, në vëllimin libri Gruaj që ende hijeve. Nga Mërgim Bekteshi, Arkitektura poetike e qenjes, Grup Rezjar, Mjedonika Dabishevcit, është titulli i librit që vështrohet në këtë studim kritik. Nga Anja Levanej, Dëshira dhe e drejta për lumturi, një lexim i trilogjisë së motrave Brown. Bibliotek është rubrika ku autorët botojnë krimet e tyre. Nga Xhelal Tosku vjen krijimi Pilati Lau Duart. Nga Gabriela Mujaj, Lumnia. Nga Arben Velo, Fustani Penelopës. Nga Martin Cukalla, Dal në portë dhe hy në dritë. Nga Irena Dragoti, Gruaja që ende hijeve. Nga Arben Meksi, si gjithmonë vjen karikatura e radhës në gazetën, në numrin e ri të gazetës Ex Libris. Kemi sjellë kështu informacion më të fundit përmes titujve në faqet e para të gazetave. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.